Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka lajmëruar dhe ka njoftuar se tashmë ka një armëpushim prej 5 ditësh me Iranin, e madje ai ka theksuar se është në negociata me Teheranin për pasur një armëpushim. Për të folur mbi këtë zhvillim të fundit për luftën në lindjen e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, si e cilësoni këtë zhvillim të fundit të Donald Trump dhe pse ky reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës lidhur me një armëpushim me Teheranin? Çfarë ka ndodhur realisht? E para që ajo që ju pata diskutuar në intervistën e fundit që bëm bashkë, që Irani jo vetëm do përshkallëzoj luftimet, por është ai tashmë që nga pikpamja strategjike drejton luftë. Çka do të thotë që vërtet që Trumpi kërkon një pushim 5 ditor, por kjo nuk varet nga Amerika, por varet nga Irani, nëse Irani do ta pranojë këtë armëpushim apo s'do ta pranojë. Sepse duhet të kuptojmë një gjë që ngushtica e Hormuzit është një nga pikat kyçe dhe ajo që pa të lajmëruar 2 javë më parë, tash pritet që të hyjnë edhe Houthët në luftë. Hyrja e Houthëve në luftë ka bërë që të ngushtohet, të bllokohet ngushtica Babel, e cila është një nga pikat kryesore ku mund të kalojnë luftanijet apo anijet luftarake për ngjyrjen e Hormuzit, gjë që tashmë është bërë e pamundur kalimi i kësaj ngushtice, duke qenë se ngushtica nuk kalohet, pra qoftë aeroplanmbajtëse, qoftë anijet luftarake, qofshin të amerikane apo europiane, nuk mundet të kalojnë më aty. Atëherë Trumpi është i detyruar të kërkojë një armëpushim për të zgjidhur konfliktin, atë që unë kam shkruar, një luftë që do zgjidhet në tavolinë. Në çdo rast, çdo luftë dhe çdo betejë zgjidhet në tavolinë. Dhe Irani ka lëshuar 6 pika, të cilat një nga pikat më kryesore e këtij konfliktit është që agresori, themi, pra Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli duhet të paguajnë dëmet të cilat janë shkaktuar me pagimin e dëmeve, nëse pranohet kjo pikë, është ajo pjesa që e para që bëhet fajtori, merret përgjegjësi, pra pranohet faji i sulmit, dhe e dyta dhe dëmi që është kolosal pasaj nga pikpamja ekonomike. Por duke pasur një presion kaq të madh nga shtetet e Europës apo nga vende të tjera, të cilat naftën e dim që energjia është kryesore dhe primare në ekonominë e çdo vendi, atëherë Trump detyrohet të kërkojë një armëpushim, themi, duke pasur parasysh edhe vendet europiane nuk arritën të bashkohen në asaj çfarë Trumpi kërkoi, pra në mënyrë si Trumpi kërkoi që anijet europiane luftarake të shoqërojnë cisternat në ngjyrën e Hormuzit, por një gjë që nuk u pranua nga shtetet europiane kryesisht. Kështu që jemi në atë pikën, unë po ta them që kohet me çdo kush që të futet edhe NATO në lojë, pikërisht për të bërë të mundur ato tërheqjen edhe për t'ia lënë NATO-s, domethënë që nuk do të NATO apo humbi NATO në këtë luftë dhe nuk humbi Amerika. Për ne kam thënë që është një luftë e cila do të nxjerrë, të dyja palët do të nxjerrë fituese. Pra këtu në këto bisedime, në këto 5 ditë bisedime, kërkohet që në çdo kusht të dalin të gjithë, të dalin triumfator, të dalin fitimtar para elektoratit të tyre, para popullit të tyre. Dhe pjesa tjetër është që ka një kërkesë nga Trump në Kongres për një shumë $200 miliardë, të cilët ai nuk e di nëse do aprovohet apo nuk do aprovohet. Mos aprovimi i kësaj shumë për të vazhduar luftën, patjetër që i shkon në minus për sa i përket Trumpit. Gjithashtu do të shohim edhe problemin e Izraelit, i cili pavarësisht nga deklaratat që ka bërë, pavarësisht nga të gjitha
atë çfarë ka kërkuar dhe kërkon me çdo kush, ashtu siç e futi në ditën e parë, e futi Amerikën në luftë, kërkon që këtë luftë ta zgjasi apo ta shtrijë, më mirë themi, jo ta zgjasi, po ta shtrijë në gjithë territorin, duke dashur të futi në këtë lojë edhe Turqinë, gjë që Turqia nuk pranoi, domethënë ta merrte këtë. Por kemi një përshkallëzim të luftimeve, e cila tregoj që të dy aleat, qoftë Izraeli dhe Amerika, po më parë Izraeli arriti të godasi qoftë cisternat, qoftë pjesën e rafinerive të naftës, gjë që detyroi pastaj Izraelin të kundërpërgjigjesh po me të njëjtën monedhë. Atë që Kameini në para fillimit të luftës e ka deklaruar dhe ka thënë ne do përgjigjemi me të njëjtën monedhë që na përgjigjen. Dhe gjithashtu duke pasur parasysh tashmë që nuk është më ai Iran i cili ka raketa të cilat shkojnë deri në 2000 kilometra, po pas ka raketa të cilat janë mbi 2000 kilometra dhe këtë ai e provoi, e vërtetoi. Dhe deklarata tjetër ishte që kjo nuk është fundi i teknologjisë tonë, por kemi akoma më të përparuar dhe nuk dim se çfarë armatimi tjetër të përparuar. Tashmë duhet të kuptojmë edhe të pjesën tjetër që duam o s'duam, ne duhet ta pranojmë që armatimi i Amerikës në këto momente në drejt përfundimit, jo se Amerika nuk ka armatim në Amerikë, por nuk ka armatim tek aeroplanmbajtësit. Pra, sepse çdo aeroplanmbajtje, gjithë armatimi që mban aeroplanmbajtësit në vetvetet, shkon 15, maksimumi i tyre shkon deri 20 ditë. Kështu që në këto kushte jemi në mungesë të armatimit dhe Iranit nuk dihet, pavarësisht se kanë bërë një propagandë shumë të thellë dhe kanë gabuar në këtë propagandë që kanë bërë, nuk di Izraeli ku e ka marrë këtë lloj informacioni, duke deklaruar që raketa e Iranit ka jo më tepër se 3000 raketa. Në të njëjtën kohë që po vërtetohet dita ditës që Irani jo vetëm që ka më shumë se sa 3000 raketa, por ka dhe një goditje të përqendruar dhe tepër efektive. Pra, çka do të thotë që Irani nuk ka më problem për dërguar 200 raketa apo 20 raketa apo 30 raketa në goditjet e tij, por ai dërgon thjesht vetëm një raketë, raketa që dërgon është në objektiv të saktë dhe me goditje të sakta. Pra, mbrojtja kundërajrore. Deri në këto momente kemi një mbrojtje kundërajrore e cila themi se ka dalë, pothuajse ka dalë jashtë përdorimit, dhe kjo e bën të mundur që Irani mos të shpenzojë më raketa, por të dërgojë ato në mënyrë efikase, duke goditur objektivat të cilat ata i kanë dhënë vetes. Gjëja kryesore që Trump gjykoi se vjen me këtë lloj propozimi është ajo pjesa se dëgjova deklaratën e Trumpit kur tha që ne Irani janë shkatruar të gjithë bazat ushtarake, janë shkatruar domethënë zinxhiri komandues, etj. Dhe e qiste si fitore të luftës së tij. Kështu që do të shohim tash në këtë 5 ditë të cilit ai ka kërkuar një armë pushim, por nuk di sa do jetë Izraeli i jap, sepse mos harrojmë edhe pjesën tjetër, në momentin kur Amerika ishte në bisedime me Iranin për sa i përket qoftë uraniumit, bombës bërthamore, kishim rënë dakord, nuk kaloi 24 orë mas këtyre bisedimeve dhe Izraeli goditi. Gjithashtu do të shohim edhe pak deklaratën të cilën Trumpi bëri kur Izraeli goditi rafinerinë e naftës në Iran dhe Trumpi deklaroi që ne nuk jemi në dieni të këtij konflikti, themi, apo të kësaj goditje që bëri Izraeli. Kjo tregon edhe, po ta shohësh në pikpamja ushtarake, duket një prishje e zinxhirit komandues, pra dy aleatë të cilët janë në luftë dhe nuk merren vesh me njëri tjetrin,
Dhe nga pikpamja politike pastaj tregon atë që këtë luftë nuk e komandoka Amerika, po e komandoka Izraeli. Pra kudo Izraeli godet dhe godet atë dhe përshkallëzon luftimin në atë grad dhe në atë shkallë që kërkon Izraeli. Në këto 5 ditë që Trumpi deklaroi për armëpushim, do shohim nëse unë dyshoj tek vendimet e Izraelit, a do godasi Izraeli në këto ditë të cilet Trumpi ka kërkuar pushim, apo do vazhdoj akoma me taktikën e cilat ulemi në bisedime dhe në moment që ulemi në bisedime Izraeli godet. Kjo është për të parë, por kjo nuk shkon për shtat politikës amerikane apo të vetë Trumpit, por të shohim se si do heci. Zë Mërkoqi, a ishte një tërheqje e Trumpit pasi u duk sikur nuk po ja dilte ndaj Iranit? Po patjetër që është një tërheqje, është një tërheqje taktike dhe më tepër themi që është një tërheqje politike, sepse duke pasur parasysh atë që thash edhe herë në fillim të luftimit strategjin themi që e kishe Izraeli dhe Amerika. Pas 2 ditësh të gjithë strategjinë e luftës e mori në dorë Irani dhe kjo është ajo që gabuan në fillim, sepse në teorinë e luftës është ajo vrit komandantin dhe ushtria bie, ose vrit kryetarin e shtetit dhe shteti zhbëhet. Kjo nuk ndodhi, vrasja Khamenei nuk e tregoi këtë, por përkundrazi, ajo tregoi që kishte një fuqi tjetër dhe zinxhiri komanduesi ishte i zëvendësueshëm në çdo moment. Dhe po ta vëmë në të gjithë vrasjet që ka bërë Izraeli, kashi liderëve të Iranit, të gjithë janë zëvendësuar në sekond, nuk pati, domethënë Khamenei u zëvendësua brenda 9 ditëve, u zëvendësua shpirti i tyre, udhëheqësi i tyre shpirtëror. Nuk besoj se heci kjo teori. Dhe aq më tepër pastaj që Irani para luftës deklaroi që ne kemi ndryshuar strategji, ndërtuan dhe strategjinë e mozaikëve, themi, që realisht pavarësisht nga armatimin apo supermaqësia, të flasim realisht, domethënë për sa i përket armatimit, qoftë detar, qoftë ajror, Amerika patjetër që ka një supermaqësi të jashtëzakonshme dhe nuk përballet Irani, por në këtë luftë asimetrike që bëri Irani dhe taktikën dhe strategjinë që ndërtoi Irani, tregoi që mund të përballet edhe me këtë lloj fuqie të madhe siç është Amerika dhe Izraeli. Dhe kjo fal territorit të saj të gjerë, fal gjeografisë së saj, që ka fal edhe terrenit të cilin Irani e posedon. Mos harrojmë se pjesa më e madhe e Iranit është një terren malor, i cili e lejon atë që të bëj lëvizje të ushtrisë apo të komandave të ndryshme të lëvizin në terrene të ndryshme, qoftë edhe raketat të cilet janë me shtrat të lëvizim nga një vend në një vend tjetër, çka do të thotë që në momentin që ai hedh një raketë në këtë pozicion, pastaj ai largohet nga ky pozicion dhe ti kur e fotografon me satelit pozicionin, ai pozicion nuk është më real, themi. Dhe këtu ka bërë, dhe ajo që është pastaj më kryesorja, mos harrojmë edhe atë pjesën e pavarësisht nga supermaqësia që ka Amerika në forcat ajrore, mos harrojmë në asnjë moment që nuk ka arritur dot ta kontrollojë hapësirën ajrore të Iranit. Dhe rrëzimi i një F-35-s e tregoi mjaft mirë që Irani di ta mbrojë apo ka kapacitete për ta mbrojtur hapësirën e tij ajrore, dhe kjo fal edhe aleancave që ka, qoftë me Rusinë, qoftë me Kinën, dhe mos harrojmë se ka dhe një aleancë shumë më të hershme se sa aleanca ndërmjet Kinës edhe Rusisë, është ajo aleanca që Irani ka pasur gjithmonë me Korenë e Veriut. Dhe e gjithë teknologjia, themi, dhe e gjithë supermaqësia e këtyre raketave që ka një bashkëpunim të theksuar me Korenë e Veriut,
të cilën ka një bashkëpunim të thellë me ta dhe që ka arritur dhe të përparën dhe plus nuk duhet anashkaluar apo u anashkaluar që Irani është një vend që ka prodhuar gjithmonë shkencëtar, ka një universitet 1400 vjeçar, nuk është një shtet dhe ajo që është kryesorja është sepse tek e fundit iranianët pavarësisht nga ajo nga ndarja që kërkon ose regionet të ndryshme që janë brenda Iranit, ata shumica e tyre janë pers. Është një shtet që ka histori, është një shtet që nuk ka arritur ta pushtoj as Osmani, nuk ka arritur ta pushtoj, as luftat parë botërore, as luftat dytë botërore, kështu që ka një histori tjetër, ka një ndjenjë nacionalizmi dhe ajo që ka bërë garda revolucionare e Iranit apo qeverisja e tyre ka arritur që të ndërtoj bashkë me infrastrukturën edhe atë të ngrijë edhe çështjen e nacionalizmit, të cilit si duket ata e kanë shumë të theksuar. Dhe po të vëmë re në momentin e parë kur Izraeli goditi dhe vrau Khamenein, menduan se opozita apo populli do dilte në rrugë dhe do bënte protesta, gjë që nuk ndodhi, përkundrazi. Ata u bashkuan më tepër dhe arritën të bëjnë një unitet kombëtar, themi, ka shi vendeve të cilët i sulmuan. Dhe kjo i ka dhënë të drejtë pastaj Iranit në ato pikpamjen strategjike që ata kanë ndërtuar, ku ata kanë deklaruar që është në fillim të luftës, që ne do të godasim çdo bazë amerikane, do godasim Izraelin, dhe ajo që Khamenei Atullahi ka thënë që është në fillim që konflikti nuk do jetë vetëm Iran-Izrael, po do jetë i shtrirë në të gjithë territorin. Askush ndoshta nuk e mori përsipër duke qenë sepse edhe vetë Izraeli pat krijuar atë idenë që Irani është një tigër për letre, por çuditërisht nuk ndodhi kështu. Dhe në këto kushte tashmë kur kemi 3 javë luftë dhe Amerika thash, jo se nuk ka kapacitete armatimi në Amerikë, por nuk ka kapacitete armatimi në front, themi, sepse nuk do të harrojnë në atë moment që një aeroplan mbajtës vërtet vjen, po kapaciteti i saj shkon nga 15 deri 20 ditë luftë, sepse taktika amerikane gjithmonë ka qenë për një luftë të shpejtë dhe frontale, goditje të shpejtë. Dhe kjo goditje shpejtë nuk ndodhin, pra regjimi nuk ra, megjithëse u vra Khamenei, regjimi nuk ra, revolta brenda Iranit nuk kishte, kështu që tash jemi të detyruar të kërkojmë dhe të ulemi në tavolinë për të negociuar, por sa do jetë e mundur të negociohet, sepse gabimi që bëri Izraeli ishte sepse duke vrarë liderët apo komandantët të cilët ishin më themi më liberal në këtë kuptim, sepse mos harroni se ka vrarë njeriu e shkëlqyer, i cili ishte njeriu që ka qenë në të gjithë tavolinat me amerikanët. Dhe sot nuk di se kush do ulet në tavolinë. Këta që vinë, brezi i dytë që vjen në komandë është brez më radikal se sa i pari. Qoftë edhe Khamenei i ri është më radikal se sa vetë Ayatollah. Ihati ishte më liberal. Dhe po të shohim telefonatën që Putini i bëri ditën që u zgjodh Khamenei, çfarë i deklaroi? I deklaroi që ne kemi qenë dhe jemi aleat tuaj, pra pavarësisht nga lëvizjet që mund bëj Amerika njërën tjetër, ne mbetemi aleat të tuaj besnik, dhe ajo që i kërkoi Putini ishte të vazhdoj rrugën e teatrit. Khamenei i ri mos ndërtoi një fetva të re, pra të heqja atë fetvan që ndërtoi Khamenei, pra që nuk lejohet Irani mos ketë bërë bombë bërthamore, dhe ky tha vazhdo në rrugën e teatrit. Pra mos ngri një fetva për të ndërtuar bombën bërthamore, sepse po ta marrim parasysh pastaj edhe vetë Rusisë nuk i intereson që Irani të ketë një bombë bërthamore.
Dhe në këtë pikë duhet ndërtuar gjithë konteksti i kësaj lufte. Dhe këta të cilët vinë sot në pushtet janë më radikalë. Dhe mos harrojmë se Khomeini vjen nga Garda Republikane dhe ishte ndikimi i Gardës Republikane e cila bëri të mundur zgjedhjen e Khomeinit si lider shpirtëror, sepse ai nuk i përmbush kushtet për të qenë lider shpirtëror. Dhe nëse do e vini re, kur u zgjodh Khomeini u deklarua që ky është i përkohshëm, nuk është ky, domethënë ai që do vazhdojë njërin tjetrin, sepse nuk plotson disa kritere për të qenë një Ayatullah, se nuk është Ayatullah. Kështu që duke mos qenë Ayatullah nuk mund të jetë lider shpirtëror. Por në momentet të cilët ndodhi pra në momente lufte këta zgjodhen që të kenë këtë, pikërisht për një arsye të thjeshtë, që ky njeri mos të toleroj dhe mos të bëjë negociata të cilat janë në disfavor të Iran. Nëse do ishin persona më liberal për sa i përket drejtimit të Iranit, ndoshta do kishim një pozicion tjetër. Dhe Trumpi pranej kërkonte dhe thoshte që drejtuesin duhet ta zgjedhim ne. Pra të jetë një njeri i cili të jetë në krahun tonë, jo një njeri që do na nxjerrë pengesat. Por 6 pikat të cilat thash nxorri Khamenei si kërkesa tashmë për të ndaluar luftën, ishin kërkesa të cilat nuk gjykoj dhe nuk besoj se Amerika mund të pranojë këto lloj kërkesash. Gjithsesi lufta bëhet në terren dhe nuk bëhet në tavolinë, kështu që në tavolinë zakonisht vjen momenti që do pranosh edhe realitetin që është në terren, pavarësisht ka propaganda që mund të bëjnë të gjithë mediat apo të gjithë vendet e tjera karshi kësaj lufte, po kur vjen puna në tavolinë, pastaj në tavolinë flitet për realitetin se siç është realiteti dhe nuk di tashmë, por që Trumpi duhet një tërheqje duke deklaruar edhe fitore, kjo është më së vërtetë. Zotër Markozi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.